Së pari duhet ta nisim bashkë për të kuptuar se si është e mundur që një ngjarje që për ne pa diskutim është e rëndësishme, po për ndoshta për audiencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës mund të jetë një ngjarje periferike të arrijë të zëjë një vend kaq të rëndësishëm në një prej mediave më të zëshme aktualisht në Shtetin Bashkuar të Amerikës, që me drejt është Fox News. Dhe jo vetëm në Fox News, po të shikoni e ka marrë lajmin edhe New York Post, që është gazeta më e vjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një nga më prestigjioset. Mediat përgjithsisht mediat amerikanë kanë qenë të interesuara për Shqipërinë muajt e fundit. Dhe ka një arsye shumë të thjeshtë, sepse nuk është interes vetëm i mediave, po dhe i shumë institucioneve të tjera në Amerikë. Arsyeja shumë e thjeshtë është kjo, kanë dhënë lekët, kanë një sasi shumë të madhe parash, jo vetëm dekadën e fundit, jo vetëm për reformën e drejtësi, por për shumë gjëra në Shqipëri, në Ballkanin Perëndimor, po në Shqipëri veçanërisht. Dhe edhe ju po të kishit dhënë $100 milion për diçka, do ishit interesuar se ç'është bërë me këto para, cili është produkti. Dhe ne kemi parë këtë që në vitin 2017 këtë interesim, me një letër të kongresmenëve republikanë, sepse republikanët janë veçanërisht ndjeshëm ndaj mënyrës se si përdoren paratet aksapaguesve amerikanë. Një letër drejtuar sekretarit të shtetit Asokot Tillerson, ku shprehin shqetësimin e tyre për pasojat e kësaj reforme që po bëj në Shqipëri dhe natyrisht edhe për impaktin e USAID-it apo edhe të Fondacionit Soros në Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut. Kemi parë së fundmi një raportim në Kongresin Amerikan nga Mike Gonzalez, nga Heritage Foundation. Kemi parë kongresmen, institucionet të ndryshme vazhdimisht ta përmendin Shqipërinë dhe natyrisht dhe këto media, Fox News, New York Post apo media të tjera. Kështu që Shqipëria është në një farë lupe, po themi, në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht në këtë administrat. Dhe pak a shumë konkluzioni i tyre është konkluzioni që nxjerrim dhe neve këtu në Shqipëri, që këto paraj që ata kanë dhënë për Shqipërinë janë shpërdoruar. Janë përdorur për të kundërtën e asaj që kishin si synim, sepse i kanë dhënë drejtësinë një njeriu të vetëm që është kryeministri. Nga ana tjetër, po të shikojmë, drejtësia në vend që të kishte përmirësim, siç u premtua në 2016 apo dhe më herët, drejtësia ka përkeqësim. Mjafton të shikojmë rezultatet që dalin nga World Justice Project, që është një nga, po themi, organizatat më prestigjioze në këtë aspekt, ku shikojmë që drejtësia në Shqipëri ka një rënje të theksuar në krahasim me 2016, pra me periudhën para reformës në drejtësi. Kemi 3 rezoluta të EPP-s, të IDU-s, të CDI-s që përmendin persekutimin, po themi, në një farë mënyrë të liderëve të opozitës, të zotit Berisha, zotit Meta, zotit Mediu. Nga ana tjetër kemi një fakt shumë të rëndësishëm që shkon përtej politikës dhe shkon tek qytetari shqiptar, që prek dhe artikulli Foxit. Qytetari shqiptar sot në Shqipëri nuk merr drejtësi. Ashtu siç nuk merr shërbimin shëndetësor, nuk merr arsim, nuk ka mundësi ekonomike, nuk ka edhe drejtësi në fund. Nëse më përpara ishte pak vite mesatarja që i duhej një qytetari për të mbyllur çështjen e vet, një çështje civile, sipas gjykatës së lartë, sot i duhet në mesatarisht 15 vjet. Për një çështje. Ndërkohë ka dhe zyrtar të tjerë, Nikole, që këtë do ta diskutojmë pak më vonë, që duke qenë në krye të reformës së drejtësi, mund ta përshpejtojnë përfitimin e të pronës së tyre, po ndoshta edhe diçka më tepër që nuk i takon, po kjo është një gjë që pres ta komunikoj pak më vonë edhe me zotin Belind Këlliçi. Jo, patjetër. Unë kisha në përgjithësi sepse Zoja Kalaja, zoti Çollaku i din më mirë këto punët e drejtësisë, po janë gjithë këto elemente të cilat diku atje në Amerikë dikujt i brasin veshin kur e dëgjon, i duken të çuditshme se si mund të harxhohet një sasi kaq e madhe parash nga ana e tyre, dhe në fund të kemi jo vetëm një drejtësi të kontrolluar, por një drejtësi që është e përkeqësuar dhe në raport me qytetarin shqiptar, dhe ndaj kemi dhe pasoja të tilla të rënda.